Data 10 maj. Numrat. Kapitulli 19. Dhe Zoti u foli Mojsiut dhe Aronit duke u thënë: Ky është statuti i ligjit që Zoti ka urdhëruar duke thënë: U thuaj bijve të Izraelit që të sjellin një mëshjerë të kuqe, pa të meta dhe mbi të cilën nuk është vënë asnjë zgjedh. Do t'ja jepni priftit Eleazar që do ta çojë jashtë kampit dhe do ta therrë në praninë tuaj. Prifti Eleazar do të marrë me gisht pak gjak të saj dhe do ta spërkas 7 herë përpara çadrës së mbledhjes. Pastaj do t'i vihet zjarri i mëshirës para syve të tij. Lëkura e saj, mishi i saj, gjaku i saj dhe ndyrësitë e saj do të digjen. Pastaj prifti do të marrë dru kedri, hisopi dhe copë të kuqërremt dhe do t'i hedhë në mes të zjarrit që po djeg mëshirën. Pastaj prifti do të lajë rrobat e tij dhe trupin me ujë dhe do të kthehet në kamp. Prifti do të jeti papastër deri në mbrëmje. Edhe ai që ka djegur mëshirën do të lajë rrobat e tij dhe trupin me ujë dhe do të jeti papastër deri në mbrëmje. Një njeri i pastër do të mbledh hirin e mëshirës dhe do ta depozitojë jashtë kampit në një vend të pastër, ku do të ruhet për asamblenë e bijve të Izraelit si një pastrim. Shërben për të pastruar nga mëkati. Dhe ai që ka grumbulluar hirin e mëshirës duhet të lajë rrobat e tij dhe do të jeti papastër deri në mbrëmje. Ky do të jetë një statut i përjetshëm për bijtë e Izraelit dhe për të huajin që banon midis tyre. Ku shprek një trup të vdekur të çfarëdo personi, do të jeti papastër 7 ditë. Ai do të pastrohet me atë ujë ditën e 3 dhe të 7 dhe do të jeti pastër, por në rast se nuk pastrohet ditën e 3 dhe të 7, nuk do të jeti pastër. Kushdo që prek trupin e një personi të vdekur dhe nuk pastrohet, ndot banesën e Zotit. Ky person do të çfaroset nga gjiri i Izraelit. Meqense se uji i pastrimit nuk u spërkat mbi të, ai është i papastër. Papastërtia e tij është ende mbi të. Ky është një ligj për ata që vdes në një çadër. Kushdo që hyn në çadër dhe kushdo që është në çadër do të jenë të papastër për 7 ditë, dhe çdo enë e hapur mbi të cilën nuk është vënë kapaku do të jetë e papastër. Kushdo që në fush prek një person të vrarë me shpatë, ose që ka pësuar vdekje të natyrshme, ose prek një kock njeriu ose një varr, do të jeti papastër për 7 ditë. Dhe për një person të papastër do të merret hiri i viktimës së djegur për ta pastruar nga mëkati dhe nga një enë do të derdhet mbi të ujë i rrjedhshëm. Pastaj një njeri i pastër do të marrë hisop, do ta fusë në ujë dhe do ta spërkat çadrën, të gjitha veglat, tërë persona që ndodhen aty dhe atë që ka prekur një kock ose të vrarin ose të vdekurin nga vdekja e natyrshme ose varrin. Njeriu i pastër do të spërkat të papastrin ditën e 3 dhe ditën e 7. Ditën e 7 njeriu i papastër do të pastrohet. Do të lajë rrobat dhe veten e tij me ujë, dhe në mbrëmje do të jetë i pastër. Por ai që është i papastër dhe nuk pastrohet, do të shfaroset në mes të asamblesë, sepse ka ndodhur shenjtëroren e Zotit. Uji i pastrimit nuk është spërkatur mbi të. Ai është i papastër. Ky do të jetë një statut i përjetshëm. Ai që spërkat ujin e pastrimit do të lajë rrobat e tij, dhe ai që prek ujin e pastrimit do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo gjë që prek personi i papastër do të jetë e papastër, dhe personi që prek atë do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Psalmi 56. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sepse njerëzit do të donin të më përpinë. Më luftojnë vazhdimisht me sulmet e tyre. Armiqtë e mi do të donin vazhdimisht të më përpinë. Po, janë të shumët ata që më luftojnë në kryelartësinë e tyre. Kur të kem frikë, do të mbështetem te ti. Me ndihmën e Perëndisë do të kremtoj fjalën e tij. Kam dhënë besimin tim te Perëndia. Nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Ata i shtrëmbrojnë vazhdimisht fjalët e mia. Gjithë mendimet e tyre synojnë të më bëjnë të keq. Mblidhen tokë, rrinë në prit, ruajnë hapat e mi në pritje që të më marrin jetën. Ata mendojnë të shpëtojnë me anë të ligësisë në zemërimin tënd, o Perëndi, hidhi për tokë popujt. Ti ke numëruar hapat e bredhjes sime, vendosi lotët e mi në calikun tënd, a nuk i ke regjistruar në librin tënd? Ditën që do të therras ty, armiqtë e mi do të kthejnë krahët. Këtë e di sepse Perëndia është për mua. Mendimin e Perëndisë do të kremtoj fjalën e tij, mendimin e Zotit do të kremtoj fjalën e tij. Kam dhënë besimin tim te Perëndia. Nuk do të kem frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Kushtet që kam lidhur me ty, o Perëndi, më detyrojnë. Do të lëvdoj, sepse ti ke çliruar shpirtin tim nga vdekja dhe ke ruajtur këmbët e mia nga rënja
në mënyrë që unë të eci përpara Perëndis në dritën e të gjallëve. Psalmi 57. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, ki mëshirë për mua, sepse shpirti im gjen stret e ti. Gjej stre në hijen e krave të tu derisa të kalojnë fatkeqësitë. Unë do t'i thras Perëndis shumë të lartit, Perëndis që kryen çdo gjë për mua. Ai do të dërgojë nga qielli për të më shpëtuar, ai shorton ashpër ata që dëshiron të më përpi. Perëndia do të dërgojë mirësinë e tij dhe të vërtetën e tij. Shpirti im është si në mes të luanëve, banoj midis njerëzve që vjellin zjarr, midis njerëzve dhëmët e të cilëve janë shtiza dhe shigjeta, dhe gjuha e tyre është një shpatë mprehur mirë. U lartofsh mbi qejt, o Perëndi, shkëlqeft lavdia jote mbi të gjithë tokën. Ata kanë shtrirë një rrjet mbi hapat e mi, unë jam i tërë i korrusur, kanë hapur një grop para meje, por ata vetë ranë brenda. Zemra ime është e prirur mirë, o Perëndi. Zemra ime është e prirur mirë, unë do të këndoj dhe do të lëvdoj. Rizgjohu fryma ime, rizgjohuni psaltir dhe qeste, unë do të rizgjoj agimin. Do të kremtoj midis popujve, o Zot, do të këndoj lavdet e tua midis kombeve, sepse e madhe deri në qiell është mirësia jote dhe e vërteta jote arrin deri në ret. U lartofsh mbi qiejt, o Perëndi, lavdia jote shkëlqeft mbi të gjithë tokën. Isaia, kapitulli 8. Zoti më tha: merr një rast të madhe dhe shkruaj mbi të me shkronjë të zakonshme. Maher-shalal Hashbaz. Atëherë mora me vete për të dëshmuar si dëshmitar të besuar priftin Uria dhe Zakarian, birin e Jaberekiahut. U bashkova gjithashtu me profeteshën dhe kjo mbeti shtatzën dhe lindi një djalë. Atëherë Zoti më tha: quaje Maher-shalal Hashbaz, sepse para se fëmia të di të thot ati im, o nëna ime, pasuritë e Damaskut dhe plaçka e Samarias do të qohen para mbretit të Asiris. Zoti më foli akoma dhe më tha: meqense se ky popull ka përçmuar ujërat e Siloeut, që rrjedhin ëmbël dhe kënaqet për shkak të Retsinit dhe të birit të Remaliahut, prandaj ja, Zoti do të bëjë që mbi ta të vërshojnë ujërat e lumit, të fuqishme dhe të bollshme, domethënë mbreti i Asiris dhe tërë lavdia e tij, do të ngrihet mbi të gjitha kanalet e tij dhe do të vërshojë nga të gjitha brigjet e tij. Do të kalojë nëpërmes Judës, do të vërshojë dhe do të kalojë përtej, derisa të arritej qafa dhe krahët e tij të shpalosur do të mbulojnë tërë hapësirën e vendit tënd, o Emanuel. Bashkohuni pra, madje me vrull o popuj, por do të bëheni cop. Dëgjoni, o ju mbar vendet e largta. Ngjeshuni pra, por do të bëheni cop. Ngjeshuni pra, por do të bëheni cop. Bëni pra plane, por do të dalin bosh. Thoni një fjalë, por ajo nuk do të realizohet, sepse Perëndia është me ne. Sepse kështu më ka folur Zoti me dorë të fuqishme, dhe më ka lajmëruar të mos eci nëpër rrugën e këtij populli duke thënë: mos quani për betim të gjitha ato që ky popull i quan për betim, mos kini frikë nga ajo që ai druan dhe mos u trembni. Zotin e ushtrive, atë duhet të shenjtëroni. Ai të jetë frika juaj, tmerri juaj. Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe një gur pengese, një shkëm pengimi për të dy shtëpitë e Izraelit, një lag dhe një kurth për banorët e Jeruzalemit. Midis tyre shumë persona do të pengohen, do të bien, do të bëhen cop, do të mbeten në lak dhe do të kapen. Mbyllë këtë dëshmi, vulose këtë ligj midis dishepujve të mi. Unë pres Zotin, që fsheh fytyrën e tij nga shtëpia e Jakobit dhe kam shpresë tek ai. Ja unë dhe bi që Zoti më ka dhënë jemi shenja dhe një parashikues në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive që banon në malin Sion. Në rast se ju thuhet, këshillohuni me mediumet dhe me magjistarët që murmuritin dhe përshpëritin, përgjigjuni. A nuk duhet një popull të këshillohet me Perëndinë e tij? A duhet vallë të drejtohet të vdekurve për llogaritë të gjallëve? Përmbahuni ligjit dhe dëshmisë. Në rast se një popull nuk flet në këtë mënyrë, kjo do të thotë se në të nuk ka dritë. Ai do të sillet në përvendin e tij raskapitur dhe i uritur, dhe kur të jetë i uritur, do të pezmatohet dhe do të mallkojë mbretin e tij dhe Perëndinë e tij. Do ta kthej shikimin lart, pastaj do ta kthej drejt tokës dhe ja, fatkeqësi, errësirë, terr plot me ankth dhe do të shtyhet në terrin më të dendur. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth.
ashtu si në të kaluarën ai mbulon me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit, kështu në të ardhmen do ta mbuloj me lavdi tokën pranë detit, matan Jordanit, Galilen e kombeve. Isaia, kapitulli 9, vargjet 1 deri në 7. Populli që ecte në terr pa një dritë të madhe. Mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen para teje ashtu si gëzohet dikush në korrje dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës. Sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të, shkopin mbi kurrizin e tij dhe shufrën e atij që e shtypte si në ditën e Midianit. Sepse çdo këpuc luftëtari në përleshje dhe çdo manteli rrokollyer në gjak do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshk zjarri. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supët e tij do të mbështetet perëndëria dhe do të quhet këshilltari i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, ati i përjetshëm, princi i paqes. Nuk do të ketë të sosur rritja e perëndërisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrive. Zoti ka dërguar një fjalë kundër Jakobit dhe ajo ka rënë mbi Izraelin. Jakobi, kapitulli 2. Vëllezër të mi, mos e kini me anësi besimin e Zotit tonë Jezu Krisht të lavdis. Sepse në qoftë se në mbledhjen tuaj hyn një njeri me një unas prej ari, me rroba të shkëlqyera, por hyn edhe një i varfër me rrobë të fëllishur, dhe ju i drejtoni syt nga ai që ka veshur rrobën e shkëlqyer dhe i thoni, ti ulu këtu në vendin e mirë, dhe të varfrit i thoni, ti qëndron këmbë atje, ose ulu këtu poshtë e stoli këmbëve të mia, a nuk bët ju një dallim në mes tuaj, duke u bërë kështu gjykatës me mendime të këqija? Dëgjoni vëllezërit e mi të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u premtoi atyre që e duan? Por ju i çnderuat të varfrit. A nuk janë vallë të pasurit ata që u shtypin dhe ata që u çojnë nëpër gjykata? A nuk janë ata që blasfemojnë emrin e mirë që u thirr mbi ju? Në qoftë se e përmbushni ligjin mbretëror sipas shkrimit, duaj të afërmin tënd si vetveten, bëni mirë, por në qoftë se mbani anësi, kryeni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë të vetme, është fajtor në të gjitha. Sepse ai që ka thënë mos shkel kurorën, ka thënë edhe mos vrit. Por nëse nuk shkel kurorën, por vret, i e bër shkelës i ligjit. Flisni ashtu dhe veproni ashtu sikur duhej të gjykoheshit nga ligji i lirisë, sepse gjyqi do të jetë pa mëshirë me ata që nuk ka treguar mëshirë, dhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Çdo bi ka vëllezërit e mi nëse dikush thotë se ka besim por nuk ka vepra. A mund ta shpëtoj atë besimi? Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, edhe dikush nga ju thot atyre, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, dhe nuk u jepni atyre gjërat e nevojshme për trupin, çdo bi ka. Kështu edhe besimi, në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Por dikush do thot, ti ke besimin dhe un kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe un prej veprave të mia do të tregoj besimin tim. Ti beson se ka vetëm një Perëndi? Mirë bën, edhe demonët besojnë dhe dridhen. Por a dëshiron të njohësh o njeri bosh se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami, ati ynë, a nuk u drejtësua prej veprave kur e ofroi Isakun birin e tij mbi altar? A e shikon se besimi vepronte bashkë me veprat e tij dhe se prej veprave besimi u përsos? Dhe kështu përmbush shkrimi që thot, por Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju llogarit për drejtësi dhe u quajt miku i Perëndisë. Ju shikoni pra se njeriu drejtësohet prej veprave dhe jo vetëm prej besimit. Por a nuk u drejtësua edhe Rahabi, kurva, prej veprave kur i priti lajmëtarët dhe i përcolli nga një udhë tjetër? Sepse, sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur.